tek fëmijët, do të diskutojmë në studio me Aurora Grainca. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Tash do të diskutojmë në lidhje me mënyrën se si ushqehen fëmijët edhe një problem global që është mbi pesha, faktikisht që i prek edhe fëmijët e që konsiderohet si një problem serioz, thash global, jo vetëm në vendin tonë. Po, sipas teje, ku është gabimi që bëhet me fëmijët, me procesin e të ushqyerit edhe që mund të çojë në mbipeshë? Atëherë jemi duke bisedu për moshën më të ngjashme që i kemi fëmijët, e tu e ditë që fëmijët nuk është që mund me përgatitur ushqimin vetë, mirë po ushqimi merret nga prindrit, si model më i mirë janë prindrit, dhe me thonë fëmijët kopjojnë se çka prindrit konsumojnë, si në radhë parë është mirë që prindrit me u kujdes edhe me servu ushqimin edhe për veten edhe për fëmijën, me qenë model i ushqimit shëndetshëm. Pa ashtu problem tjetër ose pikë tjetër kryesore është edhe marrja ushqimeve në shkolla. Tu e ditë që shkollat ofër shkollave gjithmonë kemi ushqime të shpejta ose qendra ku fast food, dhe çësia më e lehtë e fëmijëve është marrja këtyre ushqimeve, si hamburgerat, tostat që janë me vlera shumë pak ushqyese. Tu e marr parasysh që një hamburger mesatar përmban diku 500 kalori, e në kohën e pauzës kur e kanë fëmijët, për shembull në ora 10 mëngjes, nëse marrin një hamburger, atëherë kaloritë po i marrin të tepërta, e tu e ditë që kaloritë janë shumë të varfëra në atë hamburger, për shembull në pjesa e parë e bukës që përdoret në këto ushqime është buka e bardhë, domethënë vlerat ushqyese janë karbohidratet të thjeshta, domethënë që nuk marrin vlera ushqyese, po ashtu pjesa tjetër është pjesa e yndyrës që në trupin ton ka më shfaq si kolesterol i keq, ka më bërë stresimin e anëve të gjakut, ka më kriju si endhjamor, e që ka më na shkaktu mbipeshë tek fëmijët. Jo vetëm mbipesha, sepse dallon mbipesha me obezitetin, përmes një parametri është indeksi masës trupore, ku mbi 20 kur masim peshën dhe gjatësin, nëse na del rezultati 20, atëherë jemi në mbipeshë. Mundemi me parandalu edhe me dalë në peshë normale, mirë po nëse arrin mbi 40, 30 ose më lartë, atëherë jemi në obezët dhe obezin më të rëndë, atëherë është pak më shqetësuese. Ky dallimi që po e përmend 20, 30, 40 është fjala për kilogram apo dallimi në mes të kilogramëve prej asaj normales. Se të themi një fëmijë ndoshta në moshën 8 vjeçare është normale që të peshojë ndoshta po them 40 kg, ndërsa e ka dallimin dikon 20 kg, peshon 60 kg, kjo është stadi i obezitetit. Këto janë shifrat të cilat maten përmes indeksit masës trupore. Bëhet llogaritja e peshës me gjatësinë në 4 orë. Kjo mundet me matë gjithë prindrit ose çdo kush. Ato për masat, nëse është 18 e poshtë, atëherë rezultati kur del, atëherë jemi në 9 peshë. Kjo domethënë është shqetësuese sepse jemi duke u ballafaqur me një keq ushqyerje në aspektin e anoreksisë, ose jemi tu pas fëmijën e kemi në 9 peshë. Mirë po nëse arrin 30 ose lart shifra e atij rezultati që i masim, atëherë është shqetësuese sepse jemi në obezitet, edhe fëmia ka me pas kilograma të tepërta, edhe po ashtu jo vetëm kjo arsyeja, po edhe kemi probleme të tjera shëndetësore si diabetin, që mundem me përmend që diabeti tipi 2 më herët është shfaq vetëm pas moshës 40 vjeçare. Tani po është shqetësuese sepse edhe në moshën 16 vjeçare po kanë fëmijët obezitet për shkak të mbipeshës, për shkak të kilogrameve të tepërt. Po, faktikisht sipas të dhënave zyrtare janë vetëm në Kosovë janë diku 800 fëmijë të cilët janë me diabet të tipit 2, e që është më problematik dhe është më i vështirë trajtimi i tij, po në anën tjetër cilat janë shenjat që tregojnë që një fëmijë është duke shkuar drejt obezitetit. Edhe ku duhet të ngritet alarmi nga prindrit, sepse e dim që në mentalitetin ton kosovar ekziston kjo qasja që le të jetë fëmia i shëndosh. Hajtë se mos t'ja ndërpres dëshirat për ushqim ose çka do të qoftë, sepse është fëmijë dhe kur të rritet e humb peshën.
Është e vërtet kjo, shumë prindër që nga rasis me i pa dhe thonë është super, është pas pesh shumë të mirë, dhe me thonë është të konsumu ushqime shumë. Kjo plotësisht është gabim për shkak se nëse fëmija konsumon ushqime të parregullta, dhe me thonë në kohë të pacaktuara dhe ushqimi është i pakontrollueshëm, ushqimi është në sasi shumë të madhe, edhe normalisht ushqimin e kemi me yndyrë dhe karbohidrate të pashëndetshme, atëherë është shqetësuese. Po të njëjtën kohë këta fëmijë, nëse ne i themi që ti sot keme ndalu këto dhe keme hyrë në dietë, është pak stresuese. Dhe për këtë arsye është mirë që prindrit gradualisht me ndalu ato ushqimet e parregullta ose ushqimet e pashëndetshme, ose nëse fëmijës i konsumohet një çokoladë, mos me ndalu në njëjtën kohë për më një herë, mirë po me reduktu ose me ndo në gjysmë pjesë. Pastaj me e reduktu deri me largu të tërën. Cilat janë ushqimet të cilat nuk preferohen për fëmijë, sidomos gjatë mbrëmjave, sepse e dim që në kohë para gjumit, jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit të ushqyerit para gjumit, faktikisht krijon më shumë mundësi për mbi peshë. Po, është e vërtet për shkak se gjatë kohës të gjumit, para gjumit, nuk kemi në aktivitete fizike. Dhe më thonë, gjumi është aktivitet pasiv, dhe më thonë, na nuk lëvizim, edhe kalorit që i marim, ato vetëm depozitohen në indet jamore, edhe neve na shkakton mbi peshë. Ushqimet që ndalohen edhe për fëmijët, edhe për të rriturit, janë e dim se cili që janë ushqimet e shpejta, ushqimet me shumë kalori, po ashtu i kemi çokoladat, ëmbëlsirat, të cilat ndoshta në çat ku neve vetë se na konsumohen, por është mirë me i largu dhe me i zaventu me fruta, perime, ose me diçka që është më e lehtë. Sa orë para gjumit duhet të jetë shujta e fundit për një fëmijë? Kryesisht me rregulla, fëmija prej moshës deri në klasën e 7 ose 8, është mirë që gjumin me bo në ora 8 deri në 9. Që nuk ndodhë, realisht, e dim që sidomos në Kosovë kjo gjë nuk ndodhë. Para orës 10 është e pamundër. Ushqimi para orës 10, nëse e konsiderojna është koha e gjumit, është mirë që në ora 7 me përfundu shujta e fundit e darkës. Shujta e fundit e darkës do më thonë 3 orë para gjumit i bie për një fëmijë. Po gjatë kësaj periudhe, prej shujtës së fundit, deri në momenti kur një fëmijë shkon në gjumë, që janë 3 orë, ashtu siç po e shpjegoni, a duhet të konsumoj diçka fëmija? Para gjumit e konsideroj normale dhe të obligueshme për prindrit me konsumu një gotë shumështë me mjaltë, për shkak që trupi i fëmijës është duke u rritë dhe i duhen proteina dhe kalcium, dhe normalisht një gotë shumështë para gjumit është normale. Vetëm kjo, do më thonë preferohet, gjëra tjera temi snacks ose diçka tjetër që janë më së të zakonshme tek ne, duhet të ndalohen. Duhet të ndalu për shkak nëse dojna me pas një shëndet të mirë. Fruta lejohet para gjumit? Edhe frutat, mirë po banane, ma shumë, ose një supë nëse përgatitim me patate ose me brokolli, është normale. Mirë po më mirë është një gotë shumë dhe me bo disa aktivitete para gjumit, si lexime dhe kjo është shumë e mirë, po ashtu në shtëpi nëse nuk keni me vallëzu ose diçka që me pas një aktivitet fëmija për me trejt kohën e darkës, ushqimin e darkës. Ushqimin e darkës. Po e përmende faktikisht me pak fjali bie që të gjitha produktet të cilat janë të fabrikuara, sidomos prej themi 3 orë diferencë në mes të shujtës së fundit dhe gjumit janë rrepsisht të ndaluara. E vërtet, rrepsisht në të ndaluara nëse veç munden me ndalu, edhe pse duhet me ndalu në mënyrë alarmante. Po, sa i përket mëngjesit se e dim që tek ne ka raste kur ngatrohen themi produkte të cilat janë të përshtatshme për shujtat e caktuara, si për shembull çka është e përshtatshme për mëngjes, çka është e përshtatshme për drekë dhe çka është e përshtatshme për darkë. Po flasim gjithmonë për fëmijët. Çka është e përshtatshme të menjanohet si shujt e parë e ditës për fëmijët në mëngjes? Duke marrë parasysh që prindrit ndoshta ka një jetë dinamike dhe nuk po mundem me përgatitur ushqimin, edhe pse nuk mundem ja arsyetu për shkak që 5 deri në 10 minuta merr kohë përgatitja e mëngjesit ose të gjitha shujtave. Shumë herë më ka rënë me pa që prindrit i dërgojnë fëmijët në shkollë në mëngjes dhe nuk i japin shujtën e mëngjesit, që është shumë shqetësuese për shkak që përqendrimin në mësim nuk e kanë, në njëjtën kohë po kanë livanosja dhe problemet e tjera
gjatë mësimit. Edhe periudha e gjatë është që janë në shkollë. Gjatë kohës mëngjesit është mirë që me konsumu një smoothie që është njëra më e lehtë, me qumësht bademi, qumësht soja ose diçka që fëmija i toleron. Po ashtu është mirë me shtu një banane, me shtu mjalt ose me shtu gjalp kikiriku ose drithra, edhe ajo ka me qenë edhe e shishme, të njëjtën kohë dhe e shëndetshme. Pjesa e mes shujtave është mirë që prindi fëmijës me dhanë me veti një pako me ushqim të përgatitur në shtëpi, pako ku mundet me përmbajt një sandviç i përgatitur me bukë integrale, me mish të bardhë, me sallat, edhe e dekoruar në mënyrë të mirë, edhe pjesa tjetër me qenë me fruta ose me perimet që fëmija i pëlqen. Kjo kështë me qenë shumë interaktive edhe për fëmijën nëse e konsumon këtë shujt edhe gjatë shkollës, se sa me marrë një ushqim që është fast food në ato shitoret ose ato dyqanet që janë afër shkollës. Po ashtu, ushqimet që duhet me njanu, unë e përmenda dhe më herët, ushqimet fast food është mirë me i largu edhe kategorikisht edhe ushqimet, po du me përmenda dhe pjetë e gazune dhe pjetë me langjet që janë me frutat me sheqer, dhe më thënë të fabrikuara, ato kanë kalorit të tepërta. Duke marrë parasysh një kanace, përmban dikon deri në 200 kalori. Por nëse fëmija i konsumon brenda ditës 2-3 kanace, atër kalorit përshkojnë të tepërta. Po, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë rreth e rrotullës sot. Shumë faleminderit edhe ju.